Përshëndetje, ju njoj me shtypin e ditës për këtë të enjte datë 30 tetor. Gazeta Telegraf hapet me lajmin blokad për auditimet, institucionet fshejnë dosjet e milionave të tenderave dhe luksit. Rama nga Parisi, arkitektura ka fuqin për ndryshime pozitive në Shqipëri, frymëzim për shoqërinë dhe të ardhmen e jetesës. Presidenti Bajram Bega i përshëndet njojën e Kosovës nga Siria, mbështetje për paqen dhe stabilitetin në Ballkan. Mesazhet e skandalit pasi u mori $80.000 hua, vëllai Frida Krifcës i kërkon dhe €300.000 me gjykat familjes Vrapi, dyshime për mashtrim. Në gazetën Dita mund të lexoni Dodik dhe non grata e Berishës. Shtetet e Bashkuara kanë hequr nga lista e sanksioneve ish liderin e serbëve të Bosnjës Milorad Dodik. Lobonte që nga dhjetori a mund të ndodhte njëjta gjë me Sali Berishën. Kontrolli i shtetit pa kontroll mbi shtetin, shehu, institucionet po na pengojnë. Përpara se të ndërtojmë një mendje të re, ndoshta duhet të kuptojmë më mirë këtë që tashmë kemi, nga Adrian Thano. Studimi alarmant i KLSH-s, liçeni artificial me ndotje të rënd nga 8 drejtime. Në gazetën Panorama mund të lexoni: Fondet publike dosja Balluku, Berisha 2.2 miliard euro abuzime. Eksperti refuzoi auditimin e punës së kryeministrit, kreu i KLSH zbulon klimën e frikës në administrat. Në Panorama Sport mund të lexoni Elbasani e Dinamo japin leksione futbolli, 2 kryeqytetase për vaki. Shqipëria pret Anglinë, tregu i zi glabëron biletat. Çmime të kripura për një vend në Air Albania, ultrasit mbeten jashtë. Inter i kthehet te fitoria, merr frym edhe Juvja. Max Liverpooli turpërohet edhe në Carabao Cup. Barça humbet edhe Pedrin, Vini kërkon falje. Bavarezët të pamëshirshmit e Europës. Formula 1 nga 0 në 0, misteri rënies së Piastrit është Norris.